Përshëndetje të gjithëve, jam Henry, vi nga Tirana, aktualisht po studioj në Kinë. Dëshira ime për të mësuar gjuhën kineze nisi kur isha rreth 15 vjeç për të sfiduar veten. Më pas shkova në Institutin Konfuci, pata fatin që të kem profesor ndër më të mirët në Konfuc për të mësuar gjuhën kineze dhe kjo më ka ndihmuar shumë në zhvillimin e gjuhës kineze dhe pasioni për të vazhduar më tej për të mësuar gjuhën kineze. Mbasi mbarova gjimnazin, tash bëj një shkollë në Shqipëri apo vazhdoj një shkollë në Kinë. Mbasi kisha mësuar 3 vite gjuhë kineze, tash më mirë po shkoj në Pekin, besoj do jap më shumë rrugë vetes dhe do kem mundësi më të mirë për të zhvilluar vetveten. Çdo gjë shkoi shumë mirë, në fillim isha shumë i habitur nga kultura, nga sjelljet që kishin njerëzit me njëri tjetrin, ishte me të vërtet goxha interesante. Pas shkak se unë në Shqipëri kisha mësuar gjuhë kineze edhe sadopak dija pak nga kultura kineze, por sapo shkova në Kinë pash diçka komplet ndryshe nga ajo që mendoja dikur. Aktualisht kam 2 vite që po vazhdoj studimet në BISU, Universitetin e dytë të gjuhëve të huaja të Pekinit. Pata mundësinë të njiha shumë shok kinez të cilët vishin nga provinca të ndryshme të Kinës, kishin kultura të ndryshme, kishin një histori të ndryshme, për vendlinjen e tyre ishte shumë interesante, ushqimin që ato konsumonin, pata fatin që të njoh shumë studentë ndërkombëtar të cilët vinin nga shtetet të ndryshme të botës. Më ka zhvilluar shumë dhe më ka pëlqyer shumë kjo lloj atmosfere të studiuarit edhe të jetuarit në Pekin. Më pas zgjodha të mësoj menaxhim turizmi. Shumë veta do më pyesen pse zgjodhe këtë deg. Duke parë historinë e Shqipërisë nga industria e turizmit këto 2-3 vitet e fundit, e shikojmë që Shqipëria ka nevojë për këtë personacion dhe persona të tjerë që do diplomohen dhe do zhvillohen në këtë fushë në industrinë e turizmit. Mendoj që Shqipërisë japim një rrugë më shumë, edhe për sa i përket Kina është një treg shumë i madh, qoftë nga ekonomia, industria e turizmit, kultura e tjera, do jetë një hapësirë shumë e madhe, është oqean, që besoj kjo është diçka më shumë për të menduar nga ana ekonomike se si ne mund të zhvillojmë 2 shtetet, por nga ana kulturore është më rëndësishme sepse 2 kombet kryesore është të kenë një shkëmbim sa më të mirë të kulturës edhe të njohim njëri tjetrin. Edhe besoj që kjo do jetë një lidhse për 2 kombet edhe të kenë një zhvillim qoftë nga ekonomia, kultura të zhvillohen sa më shumë. Jeta ime në Kinë është shumë e larmishme edhe jam krenar për veten që kam arritur deri këtu, që kam mësuar deri tani, njohuri që kam gjuhën, kulturën, dhe jam shumë i sigurt që kjo eksperiencë do më shërbejë në të ardhmen time. Kam marrë pjesë në konkurse të ndryshme dhe kemi marrë çmimin e parë të Pekinit për sa i përket cross culture. Cross culture në një përkufizim sa më të shkurtër në shqip, do të thotë unë si u huaj mësoj gjuhën kineze. Kam informacion për kulturën kineze. Më pas ne mund të flasim për historinë, për disa shprehje frazologjike në gjuhën kineze që ato i përdorin gjatë gjithë kohës kinezët me njëri tjetrin, por që të mësosh shprehje frazologjike në gjuhën kineze është me të vërtet e vështirë sepse ti duhet të kuptosh kulturën çfarë kinezët mbartin. Kjo është diçka shumë e rëndësishme. Edhe më pas ne fituam çmimin e parë në Pekin. Kjo përvojë për mua ka qenë shumë e rëndësishme, më ka ndryshuar në shumë aspekte, nga mënyra e jetesës, mënyra se si e krijoj shoqërinë, mënyra të studiuarit, në shumë aspekte të jetës, që ndikojnë në jetën e përditshme. Mbasi u largova nga Shqipëria, isha vetëm 19 vjeç dhe çdo gjë më duhet ta bëja vetëm dhe kjo më ka ndihmuar të jem shumë më i pavarur. Më pas shoqëria që kam njohur më ka ndihmuar shumë të zhvillohem qoftë nga ana e njohurive, kulturës, të bëhem një person më i hapur, të pranoj shumë kultura, shumë raca. Mbështetësit kryesor në rrugtim ka qenë familja. Me suportin
më të madh që kam pasur deri tani. Miqtë e mi kinez në Kinë për inkurajimin, për vazhduar më përpara. Dua të ndalem në një moment të veçantë. Para 2 vitesh, kur isha për herë të parë në Pekin, motra ime erdhi për të festuar ditëlindjen time. Ky ishte një gëzim i paharrueshëm për mua. Ishte me të vërtet një eksperiencë shumë e ndryshme për motrën time. Pati mundësi që të viziononte disa pika të Pekinit. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, i pëlqevi shumë, edhe shpresoj që të ketë mundësi ta vizitoj sërish Pekinin dhe qytetet e tjera të Kinës. Emocioni më i madh kur kthehem në Shqipëri është kur familjarët më vinë në aeroport dhe më presin me byrek. Kjo ka qenë me të vërtet diçka shumë interesante dhe kur shikoj në aeroport familjarë që më vinë, më përqafojnë, më presin, me të vërtet është një ndjenjë e paharrueshme. Në Pekin kam parë diçka shumë të ngjashme me shqiptarët. Më kujtohet rasti kur shkova tek shtëpia e një shoku të klasës. Prindrit e shokut të klasës më mirëpritën me gjithë të mirat dhe madje kur u largova më dhanë gjëra me vete, ushqime. Ky lloj aspekti kulturor mund të shikohet edhe në familjet shqiptare. Për shembull, miq vinë në shtëpi, duhet t'i japim më të mirën atyre dhe në fund fare mund ndoshta kemi ndonjë gjë, ndonjë ushqim ose ndonjë gjë që i pëlqen mysafirëve mund t'ia japim edhe me vete. Kjo gjë është edhe në Kinë. Edhe kjo e kam parë shumë të ngjashme me Shqipërinë. Shumë njësor. Nëpërmjet platformave të mediave sociale, siç është Instagrami, TikToku e të tjerë, shpresoj të promovojmë më shumë Shqipërinë për tregun kinez. Kam bërë shumë video për sa i përket Shqipërisë, të gjuhën kineze. Para 2 ditësh isha në Krujë edhe e shpjegova pak nga historia e Krujës në gjuhën kineze, sa më shumë kinezë të interesuar për Shqipërinë dhe me të vërtet ta vlerësojnë të gjë edhe të kenë mundësi të vinë në Shqipëri. Sepse po të shikosh platformat të mediave sociale, nuk shikon shqiptar që përdorin gjuhën kineze për të promovuar Shqipërinë. Dhe besoj kjo është diçka unike. Kur jam në Kinë, shpjegoj diçka nga jetesa ime në Kinë për audiencën shqiptare, edhe shqiptarët kenë mundësi nëpërmjet një shqiptare ta shikojnë Kinën nga këndvështrimi im. Kjo është diçka shumë e rëndësishme që dy kombet të kuptohen me njëra tjetrën. Gjatë kohës në Kinë, kanali televiziv si CCTV, që është televizioni më i madh në Kinë, më ka ftuar për intervista të ndryshme, për intervista në lidhje se ke mësuar gjuhën kineze kaq mirë, arritja që ke pasur, jetesa në Kinë. Kam marrë dhe pjesë në një emision që quhet I gjithkombë I shëndetshëm, I cili zati gati një javë dhe ishte me të vërtet një atmosferë e paharrueshme. Pata mundësinë që të njoh shumë miq kinez dhe kur mora pjesë në këtë emision, po flisim gjatë gjithë kohës për shëndetin, për fizionominë e trupit të njerëzit, çfarë duhet të konsumojë, e të tjerë. Dhe unë dola në raundin e fundit. Kjo ishte diçka që dhe mua më surprizovi, sepse nuk e mendoja që do arrisa deri në raundin e fundit, isha në kualifikim me skuadrën kineze. Ishte një emocion I papërshkrueshëm. Kina ka një larmishmëri të vendeve. Ka klimë që aktualisht në shkurt shkojnë minus 35 gradë, ka dhe klimë që nuk bën asnjëherë dimër, është 30 gradë. Mendoj nivel sa e madhe është Kina dhe çfarë diversëmërie ka në shumë gjëra, qoftë nga njerëzit, ushqimet, kultura, është me vërtet një vend që ja vlen të vizitohet, sepse shumë veta mendojnë Kina, por që me vërtet nuk e konceptojnë sa e madhe është Kina, çfarë klime ka, çfarë natyre ka, çfarë vendesh të mrekullueshme janë për vizituar, siç është Yunnan, një provincë në jug të Kinës, e cila ka një klimë tropikale, është gjatë gjithë kohës pranverë pothuajse, ka një natyrë magjepse, ka vende shumë bukura, ka shkret të tjerë, ka plazhe shumë bukura, siç është ishulli Hainan, edhe qyteti Saya, ka një plazhe ndër më të mirat në Kinë.
Mbase mbaroj shkollën, shpresoj që bëhet diçka midis Kinës dhe Shqipërisë, normalisht nga aspekti i industrisë së turizmit. Shpresoj që të gjithë të rinj të kenë sa më shumë vullnet, sa më shumë dëshirë për të ecur përpara. Për të dashur diçka dhe për të mësuar diçka, të duhet vullneti. Po vullneti vjen nga vetë motivimi. Të jesh gjatë gjithë kohës ai vulkani që nuk shtëron, pavarësisht që lava është tharë, por brenda vazhdon dhe digjet. Por brenda do jetë dhe zemra jonë. Gjatë gjithë kohës do ketë sa më shumë dëshirë, pasion për të ardhmen dhe për të zhvilluar në atë drejtim që ju mendoni që është e duhur dhe e saktë për të zhvilluar. Unë si individ zgjodha Kinën, zgjodha të mësoj gjuhën kineze për të marrë një eksperiencë më ndryshe, por ju besoj që do jetë më e duhura të bëni atë çfarë ju pëlqeni të bëni. Mos dëgjoni shumë njerëzit e tjerë. Dëgjoni brenda për brenda vete, sepse është vetja jote ajo që do të bëjë aty ku ti do të jesh. Beso në vetvete. Për në mbyllje, do them një urim në gjuhën kineze. 各位朋友们，非常幸运能够看到我的视频，也希望你们的生活越来越好，爱你们。Të dashur miq, faleminderit për shikimin. Ju uroj të keni një jetë sa më të mirë.